Edi Rama po kërkon që të lirohet Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, i cili u rikthye në detyrë pas një vendimi të gjykatës kushtetuese. Në fakt, shkarkimi ishte bërë nga vetë kryeministri Rama, nga këshilltarët e Partisë Socialiste në Bashki, një vendim që e rrezoi gjykata kushtetuese dhe tha se ishte i paligjshëm. Nga ana tjetër, menjëherë pas këtij vendimi, kryeministri ka kërkuar që Erion Veliaj të rikthehet në detyrë sepse Tirana nuk mund të mbahet peng dhe ka halle. Nuk ka diskutim që kryeqyteti ka halle dhe nuk duhet të mbahet peng, por Erion Veliaj është një person me 13 akuza të rënda penale, të cilat janë quar nga Spaku në gjykatën e posaçme dhe ndërkohë po hetohet edhe për një dosje tjetër penale. Erion Veliaj nuk është në burg rastësisht, as nuk i është shkelur ndonjë e drejtë. Erion Veliaj është në burg sepse po prishte provat dhe kërkesa për të liruar të akuzuarin që nuk po shkon ende në gjykatë nuk është paraqitur prej muajsh, por vetëm e shtyn gjyqin. Të kërkosh të lirohet ky njeri i cili ka prishur provat, ndërkohë që ka edhe një dosje të dytë penale, është të shkelësh me këmbë drejtësinë, është të hedhësh në kosh gjithë hetimet e bëra nga prokurorët e Spakut dhe në mënyrë të padiskutueshme komplet reformën në drejtësi dhe totalisht institucionin. Bashkimi Evropian është i qartë. Institucioni me besimin më të madh në Shqipëri është Spaku, institucioni i mbështetur dhe i financuar nga partnerët evropian dhe ato amerikan. Por këta partner, Bashkimi Evropian, duke monitoruar ditë pas dite dhe duke parë çfarë po ndodh, se si po ndërhyn në mënyrë të hapur kryeministri, duke thënë se nuk e kishte kapur ai drejtësinë, se e kishte shkarkuar Erionin, po ja kthyen anëtarët e gjykatës kushtetuese, ndërkohë që shumica anëtarëve janë të zgjedhur me bekimin e tij, pa folur për faktin se një nga anëtarët e gjykatës kushtetuese, Marsida Gjaferllari, duhet të ishte përjashtuar nga trupa gjykuese me kërkesë të qeverisë, kërkesë të cilën në fakt nuk e bëri kurrë. Tregon që është e kundërta e asaj që thot kryeministri. Gjykata kushtetuese është e kapur, është gjetur një precedent, një mënyrë, një formë që të lirohet Erion Veliaj dhe të rikthehet në detyrë. Pra, një njeri me 13 akuza të rënda penale, me 9 të paktën për korrupsion, të shkojë të rrisë sërish në detyrë sepse e ka zgjedhur Tirana. Po mund ta ketë zgjedhur Tirana, por është e kapur duke shkelur ligjin, duke kryer vepra të rënda penale dhe gjykata kushtetuese nuk mund të lirojë nga burgu një njeri me 13 akuza të tilla. Asnjë rrethanë, asnjë fakt dhe provë nuk ka rënë. Për më tepër, çështja është quar në gjykatë. Ndaj edhe partnerët ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, institucionet të cilat monitorojnë dhe shikojnë se çfarë po ndodh me reformën, qartësisht në rast se lirohet Erion Veliaj me skema dhe skenar politik, mund t'i ngrejë një mur të madh Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Atë shpresë që Edi Rama ka se mund ta fusë Shqipërinë në vitin 2029 apo në vitin 2030 mund të ndalë thjesht dhe vetëm se kryeministri Rama kërkon të lirojë nga burgu bashkëpunëtorin e tij të kapur në krim me 13 vepra të rënda penale Erion Veliaj.